unë jam Sarajevë, na e kena mbledh me ndihmu asanin. Një person I cili është prezantuar si imam nga Sarajeva ka përdorur numër të telefonit të Bosnjës Hercegovinës dhe ka kontaktuar qytetarë të ndryshëm në Kosovë, duke tentuar t'i mashtrojë financiarisht. Sipas Hoxhës Abdurrahman Bejtullahu nga shoqata humanitare Bereqeti në Gjakov, njëri nga rastet ka ndodhur në fshatin Novosel, ku viktima person skamnor është kontaktuar nga I dyshuari dhe I është kërkuar shuma prej 500 euro, me arsyetimin se ai do t'i dhuronte më pas 8.000 deri në 9.000 euro. Dje ka thirrë një burr, kënës është imam nga Sarajeva, I quajtur Muhamet Gashi, me numër telefoni tash është I njohur për ne, përmes WhatsApp-it. Ka kërkuar që t'i ndihmon familjes në Novosel që ka bërë ndërtojnë shtëpinë. Edhe ka kërkuar numrin e tij, ka kontaktuar direkt me ta. Dhe ky është krejtë si çdo nevojtar dhe fukara, erë me gëzim të marrë 550 euro tek ne, që më në gjysore t'i kthen shumën, me shumë të madhe. Këti kishë përmëtu 5.500. Momente që kemi folë zbashku, kom edhe rujtin qizimin, nga 5.000 bon 9.300, o duke një moshuar. Bejtullahu tregon se gjatë bisedës telefonike kishte vërejtur se prefiksi I numrit ishte nga Bosnja, gjë që ngreti dyshimet e para. Na ka lut Bekim Jashari, I familjes Jashari e kanë mbledh mjetet. Ai shton se personi mashtrues është prezantuar edhe si mik I familjes Jasharaj dhe I Bekim Jasharit, I cili në një postim në Facebook ka paralajmëruar qytetarët se një individ po përdor emrin e tij për mashtrime. Dhe që më të bindë më shumë për ata të cilët e dinë kush është familja Jasharit në Kosovë dhe këtë shqiptarin, kam Mikë, kam Doste, kam Bekimin, të nderuarin, Bamirsin, kështu që të më tha mush me 100%, në fund të cikë edhe kolegën tonë të nderuarin Elel Kastratin, po ku po që është manipulusën të prejve telefonatën dhe mesazhe që me pas kujdes, sidomos familjet që kanë nevojë shumë për ndimin e dikujt tjetër që mos I shfrytëzon, sepse ndoshta neve na rujti Zoti, po të tjerë ka mundësi bijnë si kurban dhe merren qafë shumë të mëdha. Rasti është paraqitur në polici. Megjithatë, Bejtullahu thekson se mbetet e paqartë se sa mund të ndihmojë organet të rendit të Bosnjës Hercegovinës, pasi ky shtet ende nuk e njeh zyrtarisht Kosovën. Kemi kontaktuar me policinë e Kosovës, përderisa është rasti në Sarajev, ne e dimë që kemi si shtet të lashet tona të jashtme dhe të mbrëmshme, përderisa nuk kemi marrë as kemi hap asnjë shumë. Emën dhe mbi emën tash ka mundësi një është edhe në Kosovë, duke ditë se gjendjen e Hasanit pedi komplet, familjen pedi sa antarën, shoqatën pedi kush është shoqata Bereqeti, ndihmat që ka jep. Është situatë pak mbyllët edhe lam si të mbyllën, po esenca ata që na vëzhgojnë dhe na shikojnë mes TV-syrit, mi hap syt një bokate sepse nuk e gjejmë parë të ndash askush nga ne. E ku të cikë më të mëdha të Republikës së Kosovës, pa dyshim që njerëz automatikisht japin ato të holla. Inshallah ndo Zoti mbushë mend aty Zoti jap hakun e vet. Ai thot se kjo është hera e parë në punën e tij humanitare që has në një tentim mashtrimi të tillë, duke bërë thirrje që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të raportojnë menjëherë raste të ngjashme.